LSI tashmë ka një traditë qartë të përfaqësimit të rinjve dhe të rejave. Ne këtë kemi treguar dhe kemi bërë fakt në zgjedhjet 2013 me përfaqësimin ton në parlament, ku për herë të parë në historinë ne përfaqësojmë një tërës që është Kedi, në kryetari i Lëvizjes Gjendore për Integrim, e kemi bërë traditë përfaqësimin në Këshilla Bashkiake, por ne nuk duhet mbetemi te ato fakte, ne duhet mbetemi te punët konkrete, ne duhet punojmë jashtëzakonisht shumë që të rinjve dhe të rejve të Lezhës t'i japim një platformë konkrete politike, zhvillimit, por mbi gjitha të kemi një mundësi shumë të madhe për të rinjtë dhe të rejat Lezhës, punësimi, arsimimi dhe edukimi, sepse është investimi për të ardhmen. Por besoj edhe këto muaj që na kanë mbetur deri në fushatën elektorale do të përmirësojmë çdo raport për të krijuar performancën e duhur të gjithë atyre drejtuesve që drejtojnë institucione kryesore në qarkun e Lezhës. Tashmë Lezhëa vazhdon të jetë në vëmendjen e strukturave të SEI-s në qendër dhe siç jeni njohur tashmë dhe drejtuesi i arshëm i Bashkisë Lezhës do jetë një përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kriter bazë ky i vendosur nga strukturat e LSI-s ka qenë jo thjesht militantizmi partijak, por ka qenë devotshmëria, dashamirësia ndaj qytetit.